shumë e dënë Albinin. A ki kontakte me Albinin, përshka komunikon dhe njëherë? Përshka me kryetorën e konveneve poshtë që s'shkën të në kafe, po me Albinin a dënë në kafe? Jo, rrallë herë në ndodhë, s'ka dhe Albini s'ka kohë për kafe shumë. A ki kohë për shembull për familjen tonë, tash po folë kështu si privatisht. A ndon kohë për familjen tonë? Jashtë fushatës, unë i kam pas disa rregulla që mundu me i përmbajt strikt. E para, unë i kam 3 vajza për ndryshe. 1 vjet e gjys, 5 edhe 8, faleminderit. Edhe jo mundu maksimalisht që 2 vajzat e mëdhaja, sa herë që kam flajt me mu bashk. Tu realizu naj prallë ose naj tregim ose diçka. Edhe kjo ka qenë rregulli i parë që mundu me zbatu, veçanërisht këtë vit e kam majt strikt. Ndërkohë që kohën që e kalojmë bashkë, zakonisht shkojmë në vende ku ka dhe lodra për fëmijë. Ato mundohemi me qenë minimalisht 1 herë në javë ose 2, me majtë edhe qatë rregull dhe besoj që u kam përmbajt mjaft mirë. Do mund të e pas parasysh ngarkesën që kam si kryetar normalisht se mos me qenë kjo, kisha qenë 100% i përkushtuar. Edhe në shkollë që ai shpesh vajzën të madhen që kam klasën e dytë, do ato mundona me qenë goxha i rregullt edhe atë. Në thonë si një prindi se sa shumë familjar. Mbledhet prindve jam i rregullt. U shkon për me, ha? Po, Gjon ku, ha? Po, patjetër. A ki ku për shembull me çun lojën aksesane? Jo shumë shpesh, po mundona. Tash në fushat jo normalisht. A paguna se shohin kryetar si, domethënë pa pagesën, aty ç'ki? Në hapësirat publike që kemi rregullu parqet, aty është pa pagesë. Në vendet ku është para në këtë hen garant. Ja, si para, ja. Nuk e dia keni hasme në qytetar, po njerëzit e kanë përmend shumë shpesh që kur kam shku në ambulanta këtu kam prit në rend.